Përshëndetje vajza, e di që data sot shënon 18 janar, kam bërë pak pushime them të drejtën në YouTube, por jo në rrjetet e tjera me bashkëpunimet, edhe jam këtu, jam ullur në vendin tim të preferuar, sepse dua t'ju tregoj qëllimet e vitit. Nuk e di nëse e pat intron, si ju duk, ju pëlqevi, e kam bërë me këto doçkat e mia. Por çfarë ndodhi me këtë? Nuk ka as janar, as shkurt, as mars, as gjë. Thjesht shënon muaji, unë i kisha bler këto shkrimet e vogla këtu që janë janar, shkurt, mars, edhe ishte super shumë e bukur, përshtatesh me mua. Siç më pëlqen mua të kem vende ku të shkruaj idet e mia. Unë kam në shtëpi një kafshë të hegër, të pa rregulluar, që kur unë i bërtas, mundohet o të shkatroj shtëpinë, o të haj librat ose gjërat, e nxjerri natin këtu. Toku është komplet me të shkruajtura deri në fund. Por kur ma prishi oreua, do të shumë më vriste gjithmonë syri. Çfarë bëra unë? Kalova në një tjetër. Tani, kur e mora unë këtë, më pëlqevi shumë të them të drejtën, ka stikerat këtu. Ka edhe muaj që unë këtu në Itali, dua t'ja shpjegoj që shikojeni si kam shkruar. Këtu në Itali nuk fillon siç mund ta bëjnë këtë agendën, siç mund ta bëjnë në Shqipëri që fillojnë nga janari deri dhjetor. Këtu në Itali fillojnë sipas shkollave. Dhe është nga shtatori deri në shtatorin, për shembull, shtator 2025 siç është kjo, shtator 2026 mbaron. Por unë po e mbaja për bukurinë, më pëlqente, kam bërë këtu aktivitetet e mia. Aktivitetet e mia, por kjo mbaron jo siç ju a thash në shtator, kjo mbaron qershor. Dhe pastaj të kem mendimet sa ndesa këtej dhe të mbaj dy. Jo, vendosa që të ble një agent tjetër në Shqipëri, të mbështesja një vajzë që quhet Reha. Shumë cute. Zgjodha këtë kopertinën këtu, thash i pash të gjitha ato, dhe kush ishte ajo kopertinë që mua do më pëlqente dhe e fitoj kjo. Kam vënë këtu të muajit, janar. Vjen me stikerat e veta, me kalendarin e vet, super shumë i bukur. Po, për 2026-ën, kjo bukuroshja këtu do jetë me mua. 2025-ën, një dëshirë nuk ja kisha thënë, sepse është më mirë t'i mbash disa dëshira që i do fort, është më mirë t'i mbash për vete, se sa t'i nxjerrësh para kohe. Dhe gjëja që unë arrita në një 2025-ën dhe nuk e kisha shprehur këtu, por dëshiroja vërtet që ta kisha dhe e lançova në dhjetor të 2025-ës, është të kisha një brand tim. Gjithmonë e kam ndëruar që të kisha një brandin tim, e kam pasur atë si fluk gjithmonë në mendjen time dhe e kam mbluajtur shumë, por që në 2025-ën unë t'i jap fuqi kësaj të mendimi. Po, në 2025 unë e realizova dëshirën time që e kisha në sirtar, apo brandin tim Anis Beauty. Çfarë dëshiroj unë do thoni juve për 2026? Të parë sigurisht që do vë shëndetin, do heq njerëzit negativ nga jeta ime, nëse një bashkëpunim që e kam ëndër ta bëj dhe nuk realizohet, ato që nuk më vijnë afër, ato do t'i largoj. Kjo do të thotë që Zoti po më jep një shenjë që këto nuk janë për mua. Sur qëllim këtij viti që të jem shumë e lumtur dhe të ruaj paqen, shpirtin tim ta kem akoma më të pastër. Është që të krijoj më shumë content në Anis Beauty. Unë të kujdesem për flokun tim, sepse floku im po shkon në rovinim edhe nuk kam shumë flok, si që shkoni, vetëm to janë flokët e mia. Më kanë rënë shumë flokët dhe për këtë do vazhdoj që të pi rregullisht omega 3 dhe vitamina D, sepse edhe këto janë roli kryesor që pse flokët e mia janë kështu pa jetë. Përshëndetje, sot është një ditë e re dhe ne do shkojmë nga Kashinat. Është një vend super shumë i bukur dhe unë do t'ju tregoj sa po të zbres nga makina
Do shkojmë të shikojmë se çfarë ka, ndërkohë edhe unë do bëj video. Ky telefon i ri ka ca impostacione që edhe unë nuk i di, por nuk të tregon bukur, të tregon shumë të ndryshe, nuk e di. Kështu që kur ta rregullojmë, do ta shikojmë nëse merr mirë. Nuk e di pse nuk pas ka kashina, kemi ardhur dhe këtë radhë edhe erën e parë, asgjë nuk ka. Pas gjitha të lodhjesh, do t'ju tregoj në shtëpi se çfarë kam ler. Tani do shkojmë te Xhili, sepse do shikojmë koleksionin e ri që ka dalë, nëse është e vërtet. Ka nxjerr asnjë gjë nga ato që kam thënë. Këtu është akoma ajo e vitit të ri. Nuk ka ndonjë gjë. Këto janë të bukura. Perché li devi sapere in fila? No, no, sbagliato. Ma non li devi sapere. No, ma non ce ne sono, non esistono. Këto janë të mirë. Mirë mëngjesi. Kam dielli mbrapa edhe nuk është se më duket shumë bukur pamja e fytyrës. Tani është më ndryshe. Do të shkojmë për herën e tretë te kashinat edhe uroj me gjithë zemër që këtë radhë të jenë. Isha duke thënë që më në fund të shkojmë tek kashinat, sepse më tha Edi që i kishte thënë një që punonte aty që sot ka kashina. Ta bëjmë të tretën të vërtetën. Që nga një ditë e bukur sot shikojni pak diellin, që nga shumë bukur dhe sot ka kashina, pas ka njerëz të lumtur që po ecin, kam ler dhe gjëra. Tregoj që këtë pjesën e bukur këtu. Ho preso le verdure che poi mattura a portare. Do shkoj te Sephora edhe do marrë një shampo flokësh nga Gjizu bashkë me maskë.
Kam gjetur një vend, dhe është e bukur. Kështu që tani që mezi është drita, nuk ka shumë diell, kjo është pozicioni i bukur dhe nuk ke nevojë për ring light. Po flas nga telefoni i ri dhe nuk e di, kjo të nxjerr pak çuditshëm, të nxjerr dhe ato defekte që ti nuk i ke. Është nga një anë është e tillë dhe nga ana tjetër kjo është për të aplikuar. Kjo hana e butë për të aplikuar maskën, kurse kjo tjetra këtu që është me dhëmza, me të tillë, është për të shpëndar maskën dhe për të bërë funksionimin akoma më të mirë. Tani unë këto do t'a laj edhe do t'a provojmë në ndonjë video tjetër. Shikoni sa e vogël dhe sa e bukur, kështu që unë këto mund t'a marrë kudo me ndonjë maskë me vetë. Bleva unë, e keni parë tashmë sepse ju anëzora disa nga klipet. Mora Gjizun, tani, në fillim t'ju tregoj maskën, kjo është maska që unë njëherë e kam bler, por ishte drejt përfundimit, edhe thash të marrë një të re. Do përdor edhe këtë shampo, kështu si estetik është super, më pëlqen shumë. Do doja që të ishte në Itali edhe kandela, do me thënë qiriu i kësaj, se qiriu më pëlqen shumë dhe thash në mendjen time. Po të mbaroj ajo e vjetra që kam, të fus tu qiri dhe ta shkri. Por kam frikë se do shkri kjo, se kjo është plastike. Kush është i fiksuar, pritëm vetë që kam bën kështu, se do të ri shumë më mirë, po, ja tani jam më mirë. Kush është i fiksuar me Sol de Janeiro, kam gjetur një dupe më të mirë se Sol de Janeiro. Ai kremi i verdh i Sol de Janeiros, kam gjetur motrën binjake, ta them jo dupe, po motra binjake, dhe ka erë më të fuqishme nga jo. Vajza, kush nuk e ka provuar këtë maskën, do t'ja lë këtu që ta bëni screenshot mbase e gjeni tek dhe tuaja ku jetoni. Unë e mora tek Risparmio Casa, më duket, nuk e mbaj mend se nuk para bëj shpeza, me siguri ishte Risparmio Casa, nuk bëj shpeza te ky vend dhe thjesht thash doja të blija diçka për macen që fshin tapetet, është ka stile për macet ajo, dhe nuk lëqime dhe thash ti hedh një sy çka ka. Kur mora erën e kësajt, thash, kjo ja kalon në Rio de Janeiro. Ju e keni parë, ju ja kam treguar dhe klipet nga Primarku. Ajo ishte shumë e thyer, produkti që kisha marrë për atë brioshin, si punë e kësajt edhe një tjetër. Unë se kisha vënë në fakt, se u verbova nga kur e pash ishte një e vetme dhe direkt e mora, por kur po prisim dhe radha nuk e qa të bësh dhe shikon një më dy, i shikon më mirë produktet dhe kur pash bishti i kornetit ishte e thyer dhe e qova ti i thash dëgjo, kjo është e thyer, a mund të marrë këtë pjesën tjetër që nuk është e thyer? Dhe më tha prit të pyes, foli në telefon me të mëdhenj, edhe thanë që nuk bëhet, e ja kalo përsëri se ndoshta dalin, por unë nuk vajta më, më fali, u mërzita të them të drejtën, por s'kemi qa të bëjmë, mora këtë produktin këtu, era në fakt është edhe e mirë dhe shumë e rëndë, prandaj më erdhi kolla se më falin, djeva erën e kësaj, tani që po më dhëm koka nuk e duroj dot erën e kësaj, por e ka super të mirë, nuk e ka shumë të keqe, por e keqe e kësaj është se e ka shumë të... Se mbaj mënë, se 5 euro, se 6 euro kushtoj. Tani, tek Petko, rastësisht nuk është se i pash, tash më duen ato spunjeta që laj në shtëpi, por këto që nga me formë zemre, e hapa një, edhe një jalash oqës, që të laj pjatat e oqës, se kam par njërës që, sidomos italianët, që ku lajnë vetë pjatat i lajnë dhe maces, unë nuk e bëj këto. Ja lajnë maces në lavamanin ku ne lajmë sytë, aty është pak me pasur, nuk mund t'ja lajnë në bide, edhe gjithmonë si që ndroj këto të guzhinës, i ndroj dhe oqës atë sfunjetën
që lahet. Edhe një gjë e fundit që kam bler është kjo bukuroshja këtu që është qelq, do vihet në banjo dhe tek Pepko sa lek e mora do më thoni juve. E mora për vetëm 2 euro dhe shko sa e bukur që është. Kjo i nevojites banjës time, sa ajo që kisha nuk e di pse nuk po punon më pampi, edhe ku gjej un pamp tjetër, thash. Kur e pash të për 2 euro, thash, Anisa ndroje se e ke më të bukur këtë, ajo shumë e thjesht, edhe po, mirë se erdhe në shtëpinë time bukurosh.